Reklama për advertise për të njoftojmë customera, për të ndojmë mbi apërgji popull sa ma shumë, edhe kjo është e dyta vjetë që e bajmë, të kualifikojnë sikur henat mira që i ke edhe i pregadit edhe popull i vetë të caktën për me kenën në këto shows që i keni pa ju pramë. Jo, ata pa mbrem që nuk pas që të komunikonin me dollar. Jo. Vetëm çdo gjë jepesh falas për të reklamuar, demonstruar ato. Pa që thash, ushqimet. Ushqimet që populli ka që me kërkua, me i pa, me i provua, pa dhe ajo në të mira ajo, edhe mësënej, ajo reklam ka shumë vjetë. Na ka bërë përshtypje në Shqipëri, dhomët e këtij se organizon biznesin për panajire, por ata i shesin edhe më shtrejnë se që kanë dyqanet e tyre. Nësa këtu mbërë përshtypje mbrëm në panajirë, se i serviseshin pa lek ato, për të reklamuar. Jo, ato reklamat në Amerikë edhe paguhen bile, e jo ma se më marë popullit para për atë gjanë. Ashtu, thëmë që edhe në Shqipëri, po të doni me reklamua, se kuptoju në biznisin, gollëm mirë jam në biznis të 30 vjetë, që kishme vje, kishme kene arsyeshme, edhe i vjeshme për biznismenat në Shqipëri, që ti reklamojnë këto gjana edhe ti nafen të falë. Nuk është e nevojshme me ila popullit me hangër sa smonet, por ta kërkoj herë, qësh është, si është, a ka test, a ka ukusin. Ta shijoj pasaj vita blednjes. Po, atërna, ukur të cilin Shqipëri, u të garantoj që populli ka me pasën të falë. Jeni mirë pritur në çdo kohë që të vini, biznesi dhe qytetarët shqiptar ju presin që juve që emigroni në Amerikë edhe në gjithë vende të botës, të vini të investoni eksperiencën tuaj edhe dijet tuaja në Shqipëri. Nuk është gjanë që zbahet, ka njësë populli shqiptar me investuar në Shqipëri, edhe na që s'kem njësë hala, edhe na do t'ja njësin me investuar në Shqipëri, sa aventi ynë, avendinja ynë, a populli ynë, edhe dëshrojmë, ka më një ashtu si populli që t'bahet, edhe do t'bahet pa qajre, se edhe në Amerikë u bushe u ba popull shumë, masa nej duhem edhe natë letan me ardhë, me preparu edhe atje i shala. Atëre, dyqani juaj isha i atje me emrin Nosh, ja? Ajo është djali em, djali i ma themi, edhe Nosh do me thënë në gjuhën Hibro, do me thënë me hunger, do të thëtë të hash. Atërna, do me thënë, ai emën reprezenton dy gjana, reprezenton emrin e familjes, edhe reprezenton një emën që dvinë populli për me hunger. Atëre falenderit shumë. U rris njerë në ju për plotit, të fala i herë numër 1 kushin Nisem Viktorit me familje, të fala edhe familje suaj, u përshëndojmë të Amerikët, u dëshojmë gjithë të mirë, suksesin jetë, edhe ma keni knaqë shpirtin kur u pashë, se me të vërtet kanë kini shqiptar, vjeshim, shqiptarët të syrëshim, dashtun, të afrueshim,